أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد falënderimet lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, salatet, selamet, përshëndetet, lutjet tona më të sinqerta janë për zotëriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, vullën e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi ali bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, si dhe lutjet tona shkojnë për gjithë ata të cilët pasojnë fjalën e Allahut, Kur'anin famlart dhe pasojnë sunetet e pastërta të Muhammedit alayhis salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Teala njeriu kur e krijoi dhe e vendosi në tokë, ja mundsoi që të shfrytëzojë të gjitha dhuntit të mira që Allahu Teala i ka bë dhe i ka kriju shumicën e tyre që t'jenë në shërbim të qenies së tij të zgjedhur njeriut. Dhe njeriu i shfrytëzon të mirat Allahu Teala, dhe Allahu e mësoi që të lutet dhe të thotë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Zot na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira në botën tjetër. Dhe na ruaj prej zjarrit, na ruaj prej dënimit me zjarr në ditën e gjykimit. Allahu këto të mira që na i dha, na i mundsoj që të shfrytëzojmë, për duke shfrytëzuar të mirat e kësaj bote, nuk duhet të na shkalu përgatitjen për takimin me Zotin, për të përhershmen për botën e amshushme dhe llogarin para Zotit tonë. Shumë prej njerëzve të sodit në rrezullin toksor janë dhënur pas kësaj bote dhe nuk shqetësojnë për të mirat e saj, për të arritur të mirat e saj, metoda se si do t'i arrin ato. Prandaj sheh që edhe vjedh, edhe mashtron, edhe në mënyrë të palejuar me harame munohet me fitu të mirat, të mirat e kësaj bote, gjë që bëhet shkaktar që ta humbe të përhershmen, ta humbe ahiretin, ta humbe xhenetin dhe të përfundoje në hidhrimin e Zotit të vet dhe të përfundoje në zjarr në ditën e gjykimit. Ne kur shkojmë për të marrë të mirat e kësaj bote, duhet të shqetësojmë që të përfitojmë me halal dhe duke shqetësuar metoda se si po i fitojmë këto të mira. Por nuk e neglizhojmë dhe nuk e harrojmë ahiretin, se synimi ynë është me fitu të përhershmen, jo të përkohshmen. Ne në këtë botë jemi rrugtar, sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salam, shembulli ynë në këtë botë sikur shembulli një udhëtarit, rrugtarit, i cili gjatë rrugtimit ti ndalet, pushon në hijen e një lisit e pastaj vazhdon rrugën. Kështu duhet jetë secili prej neve në këtë botë të përkohshme dhe të sprovave. Duhet ditë se synimi ynë final me ardhen tonë në këtë botë nuk është qëndrimi i përhershëm. Asnjëri s'ka mbet përgjithmonë këtë botë, as pejgambert e Zotit, as pasuesit e tyre, as Ademi alayhis salam që ishte njeriu i parë me Havën alayhis salam, gruaja e parë, që të gjithë kanë ardhur, kanë qëndruar një kohë, dikush më shumë, dikush më pak, por të gjithë kanë përfunduar jetën e tyre dhe i kanë marrë me veti vetëm fjalët dhe veprat të cilat janë mundu me to me kalu provimin në ditën e gjykimit. Veprat tona janë ato të cilat neve do të na japin të përhershme. Nëse i kemi veprat e mira, shpresojmë në shpërblim nga Zoti ynë për të mirë. Nëse i kemi fjalët dhe veprat tona të këqija, që i kemi hidhru Allahu Teala, atëherë domosdoshmërisht do të përfundojmë në hidhrim tek Zoti ynë, e Allahu me kënd hidhrohet edhe e dënon në ditë kiametit, e përfundimi mund me qenë i keq, përfundimi në zjarrin e xhenemit përgjithmonë. Allahu na ruaj prej hidhrimit dhe dënimit të Zotit krijuesit ton. Prandaj duhet shiqu ato gjanat të cilët e hidhrin Allahu Teala me shmang aty në gjanave dhe me vepru gjanat të cilët e fitojmë kënaqësinë e Zotit krijuesit ton. Thot Allahu Teala duke na treguar për këtë botë se çka është kjo botë, na tregon krijuesi ynë. Suratul Hadid ajeti 20. Është ajet shumë madhështor që Allahu krijuesi ynë na tregon
se çka është kjo botë. Thot Allahu Teala në këtë ajet, ju njerëz dijeni se jeta e kësaj bote nuk është tjetër përveç se lojë. Arktim, kalim kohën në arktim, stoli, krenari mes jush dhe përpjekjen shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. Dhe vërtet është një realitet i këtij sot tek shumica e njerëzve. Garojnë kush e ka bërë shtëpinë më të madhe, kush ka fëmijë më shumë, kush ka stoli më tepër, ari, si e bani filani darsmen, sa i kishin qit lira nusës, çfarë tesha, çfarë fistana, çfarë makina, çfarë kera kanë ble, dhe është vazhdimisht e ngarë njeriu me të tjerët, por jo për me fitu sevape, por me fitu sa ma tepër prej të mirave të kësaj bote, e pastaj me u krenu para njëri tjetrit. E të gjitha këto, thot Allahu Teala vazhdim të ajetit, janë si shembulli një shiu prej cilit bima i habit bujqit, e pastaj jo thahet dhe e sheh atë të verdh, mandaj bëhet e thyer, e llomitur ajo bim. Njëherë thahet, zverdhet, thahet, thyet, llomitet, e në botë tjetër është dënimi i rand, por edhe falim katësh dhe dhurimi kënaqësisë nga Allahu. Pra jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se përjetim mashtrues. Shumë prej neve mashtrohemi të nderuam vëllazën në kohën tonë. Ka vakt kur do të hyj me fal namazin, ka vakt kur do të mbulohem, ka vakt kur do të shkoj në haxh, ka vakt kur do të braktis alkoolin apo tregtin me ta, ka vakt njëherë ta ndreqi shtëpinë me kamat, ta hidhroj Zotin, e pastaj Zotin na falt, po jem ka një detyruar, valla që kem hyj, na u lakmu, e bom. Asnjëri prej neve nuk e dim kur do të përfundojmë jetën nga kjo botë. Asnjëri prej neve nuk e dim se si do të vden dhe kur do të na vjen vdekja. Ka mundësi nesër të mos shihemi, të mos takohemi apo mos dëgjohemi. Sa njerëz një vit më parë ishin në muajin e bekuar të Ramazanit, qoftë edhe prindërit tanë si vetë nuk i patëm sofrat e iftarit. Dhe nesër, kush të garanton ty dhe mu, se nuk do të përfundojmë jetën këtë vit, edhe pastaj vitin e ardhshëm të mos takohemi me dashurit tanë sofrat e iftarit, apo në përgjamia namazin e teravive, apo namazin e gjumave. Asnjëri nuk i kemi të sigurt të nesërme. E secili për neve duhet me mendu se sot me bom me dek, çfarë kom përgatitur në para Zotit tem? Qa komën e mi thonë Allahu Teala? Me bo sot me mardh Azraili, me leku i vdekjes, me ma marrë shpirtin dhe me përfundu veprat e mia. A jemi përgatitur unë nëse Zoti më pyet a i ki namazin tamam? A jemi përgatitur unë me fjalë dhe veprat e mia të mira, a kom veprat mira të bëllshme që me më peshoj më tepër se sa ato të këqijat? Apo ma kanë mujt veprat e këqija, se s'kom fal namaz, s'kom qenë mbulume, s'kom shku në haxh, se kom dhënë zeqatin, s'kom shpenzu asgjë në rrugë të Zotit. Dhe kom fitu në mënyrë të palejume, me harame. Kom shit haram, kom tregtu, kom mashtru, kom tradhtu. Secili prej neve mundet një parallogarit vetës me i bë dhe me pa vendin e vet ku ka te Allahu Teala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, thoshte Omeri radiallahu anhu, ky sahabi i madh, llogaritni veten tuaj para se të vijë dita që t'ju llogaritë krijuesi juaj Allahu subhanahu wa taala. E ne secili mundem me ia bëni parallogari vetës që me pa veten a jemi prej atyne apo prej grupit tjetër. Shpejtoni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe xhenetin, gjërësia e cilit është si gjërësia e qiellit dhe tokës, thot Allahu Teala surat El Hadid ajeti 21. Shpejtoni, wasari'u ila al-khairat, nxitoni, bëni gara. Kush po del ma shumë në xhami, kush po shpenzon ma shumë në rrugë të Zotit, kush po bën punë të mira ma tepër, kush po agjeron të hanë tajte ma shumë, kush po mëson Kur'anin ma shpejt për menç, kush po bëhet hafiz, kush po mëson hadithe ma tepër të pejgamberit alayhis salam, kush po mëson të tjerët më mirë. Këto janë gara.
Allahu Teala në nëzit në këtë, nxitënin falin Allahu Teala. Dhe fitoni xhenetin gjerësia e cilit është sa qielli dhe toka. Gjerësi qiellit dhe tokës. Dunja e ndërum vllazën, kjo botë që na u ka rrit shumë para syve tonë, te Allahu s'ka kur fal vlerë. Një ditë Muhamedi alayhi salatu wasalam në një hadith që na e transmeton Imam Muslimi sa ju në ti, ishte Resulullah sallallahu alaihi wasallam duke kaluar me disa prej shokëve të tij pranë tregut dhe e pa një dele shyte, një dele shterpe me vesh të vegjël, e cila kishte ngordh, kishte vdek, dhe u ndal pejgamberi alayhi salatu wasalam me kapi për vesh dhe tha, kush e blen çata prej meje? Një dirhem. Dirhem kanë qenë njësi monetare të argjendit. Kush po e blen? E sahabët u çuditën. E dinin se coftinat nuk blehen, po edhe nuk janë halal për mi konsumu. E thanë, ja Rasulullah, edhe falme na e dhanë neve se kishim marë. Edhe i gjallë mu pas kanë ishim turpnu me pas një dele të tillë shyte. Parandaj, u habitën, pse pejgamberi alayhi salatu wasalam u ofroi atyne që tregtonin dhe ta blenin, kur ai s'kishte kur fa vlerë. E tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe thotë te ju s'ka kur fa vlerë kjo, apo? E tha për Zotin tuaj, për Allahun Teala, kjo botë, që neve aq shumë jemi dhënë mas bukurive të saj, dhe nuk po e shiqem ai me të fitu me halal, me haram, veç ta kom parë, ta bëj shtëpinë, ta bëj makinën, kerrin, të bëj parë, të bëj tesha, të bëj darsma të mëdha që të krenohem me fjalën para njerëzve se e kom bën një darsëm të madhe. Dhe çse ke fitu, s'është më rëndësi, veç më rëndësi, ja, s'ta di kërkush hallin, fitu, leti atë mesele çfarë folin ata këta, dhe gare madhe për me fitu në mënyrë të palejume edhe këtë botë, ndërsa kjo botë të Allahu Teala, tha pejgamberi alayhis salam, kjo botë nuk ka kur far vlerë te Zoti juaj. Është më e pavlefshme se sa këtë dele që bëjshihni të pavlefshme ju, dhe nuk po doni asnjëni me dhanë kur far paraje për këtë dele të ngordhën. Thot Allahu Teala, o ju njerëz, ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtetë. Prandaj mos ju mashtroje jeta e kësaj bote. Surat Fatir ajeti 5. S'ka dyshim se premtimi i Zotit juaj është i vërtetë, që kemi me dalë, kemi me dhënë llogari para Allahut Teala. Mos mendoni se s'ka ditë gjykimit dhe dhënies llogarisë para krijuesit. Dhe Allahu Teala po na jep garancë për këtë. S'ka dyshim se premtimi i Zotit i Allahut është i vërtetë. Prandaj mos ju mashtroje ju jeta e kësaj bote. Ademi alayhis salam ishte i krijuar dhe i vendosën në xhennet, jo në këtë botë. Këtë botë erdh si i dënuar dhe i përjashtuar për xhennetit, për me ritregu veten, a je me shejtanin, a je me Zotin tënd. Shejtani s'ka fal namaz, s'ka rënë sejdë. Edhe ti, nëse nuk i bie sejdë Zotit tënd, ti je shok me shejtanin. Dhe humb për hershme. Prandaj Allahu Teala po na thot, mos t'ju mashtroje jeta, se jeni në botë të sprovave. Jeni të shiqu edhe një herë e mundësin me punë të mira, a e fitoj kënaqësinë e Zotit që më mshti aty ku kom pas babën dhe nanën, Ademit dhe Havën alayhimus salam. Apo do të neglizhoj adhurimin e Zotit, do të bëhem si iblisi i mallkuar, që e meritoi mallkimin e Zotit, shejtani i mallkuar, e do të shkoj me ta në xhenem, dënimin e zjarrit të përhershëm. Thot Allahu Teala, kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se dëfrim dhe lojë. E jeta e vërtet pa dyshim është ajo e botës ardhshme, sikur ta dinin. Al-Ankabut, ajeti 64. Pastaj në suratul A'la, ajeti 16 dhe 17. Thot Allahu Teala, po ju po i jepni përparësi jetës kësaj bote. Wal akhiratu khairu wa abqa. E dihet se jeta e botës tjetër është më e mirë, më e dobishme dhe është e përjetshme. Allah po na ka thënë, jeni të i dhënë shumë kohë jeni të nda për këtë botë. E ke pa njerëzit nuk falin namaz. Pse? Vallahi po duhet me punu, s'po kam kohë. Jo më larg se para 2 dite isha në një prej restoranave, edhe punën e namazit dhash po dalim se koha namazit, me fal namazin. Mu anku punëtori tha, vallahi mu po mesin namazit që me punë. Nuk është arsye tim kjo, Allah. Nuk është arsye tim, une po mesin namazet të punu.
Nuk ka e mirë e kësaj bote që mund me qenë shkaktar që me hup ti të përhershmen të Zoti yt. Biles paku farzin, ndaj kohën 5 minuta, 10 minuta dhe fale farzin e atij namazit. E sa namazet vullnetare, kur shkon në shtëpi, mundo me fal namazet tjera vullnetare dhe me i plotësu ato të cilat kanë ikë gjatë ditës, për farzi, s'ka arsye. Prandaj tha Allahu Teala po jepni përparësi jetës kësaj bote dhe po e harroni ahiretin. Thot Allahu Teala, ata kur shohin ndoj tregti ose ndoj aheng, jam syjnë atje, kurse ty të lajnë kam, thuju, ajo që është e Allah është shumë më e mirë se dëfrimi dhe tregtia, e Allah është furnizues më i mirë. Surë Gjuma ajetin 11. Riske ndër të Zotit. Allah e po të thënë. Allah është furnizues më i mirë. Men taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Kush e lën nisan për hir të Allahut, Allah ja kompenzon me më të mirë se atë që e ka lënë. Mos u arsyetos po më lën me fal namaz. Ti do të më tregu se ti e fal namazin. E nëse ai punëdhon si yt nuk lejon me fal namazin, e lën punën. Le për hir të Zotit, çurt Zotit që shka me ta kompenzu. Nuk është arsyetimi i namazit me thonë nuk kam kohë, edhe do të me punu këto punë, e s'kam vakt me fal namazin. Ti do të me bën një punë në të cilën ki me nda një pjesë të kohës tënde për Allahun e jo me u mashtru me punët e përkohshme të kësaj botës. Sa Allah Teala thot surët Nahl ajeti 96, ajo që keni pranë vetes është e përkohshme, ajo që është e Allahu është e përjetshme. Sa ajete Allah po na fol dhe po na tregon, o njerëz, o krijesat e mia. Kjo është vetëm mashtrim, është lojë, është përkohshme. Jeni të shku drejt Zotit juaj të e përhershmja dhe keni me dalë me dhon llogaritë Allahu Teala. Pse po e mashtroni vetëm me këtë botë, për cilën kanë thënë dietarët, dynjaja është sikur kafsha, qofshit nderuar. Kafsha është e mirë kur të ban ty, mos të jo ajo me të hyp ty. Dobia e kafshës është edhe të kryen punë kur je timbita, e kur ajo të hyp ty për mi, kanë thonë të myt. A më shme paramenu një ideve me ty për mi, ose një kali, me peshën e vetë me ty për mi. Kështu kanë thonë në dynjaja. Nëse e shfrytëzon për me jetësu, me jetu jetën tënde dhe me adhurim me mbush ditët e jetës tënde në këtë botë për me rrit vetën të Zoti yt me fitu të përhershmen, kjo është në dobi tënde. Por nëse e lën që dynjaja tën kohën me ta marr, e hiç ti mos me pas vakt me nda për ahiretin, atëherë të ngulfat vllaja. Atëherë të qet para Zotit edhe i mangët. Si ke fal as namazet, as agjerimin, as zeqatin, as haxhin, dhe sa ke vepru kretat ndalume për me fitu këtë botë. Ty në gulfat. Dhe atëherë del para Zotit i tërprum dhe i humbën se pse nuk e shfrytëzove kohën me fitu të Allahu Teala të përhershmen. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam një ditë kur erdhi Omer radhiyallahu anhu dhe e pa pejgamberin Allahut, e pa duke fjetë në hasër të hull, s'kishte as dyshek të butë, sikur neve shumica që kemi në shtëpiat tona. Dhe nuk e falendrojmë Allahun për këto dhunti të mëdha që ne i ka dhënë. Pejgamberi i Zotit flinte për tokën një hasër të hull, s'kishte as pambuk, as lesh, as pendel, sikur që kishin mbretërit, shtretërit e tyne me pendlat të zëgjve dhe butë, por flente dhe shpina ishte bo via prej hasërës, prej fortësisë tokës. Dhe u mërzit shumë Omeri radhiyallahu anhu kur e pa këtë gjendje të pejgamberit alayhis salam, tha dhe ja Rasulullah, tha ta përgatisim një shtrat butë që shtu ka ba shpina. Ti i dërguami Allahut, zotëri i bijve të Ademit alayhis salam, më i dashuri tek Zoti ynë, e me qenë me kësi jetë ti me jetu. Tha pejgamberi alayhis salam, ma li wa dunya, çka komune me këtë dynja Omer? Se mardhën e me fitu dynjan. Shembulli im, tha, në këtë dynja si shembullin i kalorësit që është ndalu të freskohet në hirën e drunit, e pastaj ka shku dhe e kalon atë vend. Kështu jem, ka thonë une, në këtë botë. Ka pas synim ahiretin për cilin ka thonë pejgamberi alayhis salam, vendi që zën një hark, që gjun shigjetën, një hark, në xhennet është më e mirë se këtë dynjaja
prej lindjes diellit e deri në perëndim të diellit që zën vend, ai vend i vogël në xhenet është më i mirë se këtë dynjë me këtë çka ka. Për të dirë kur e dirë se i tillë është ahireti, atëherë aja vlen me humb kohë, subhanallah, dhe me bë vetin në gjunahe e me humb të përhershëm. Thotë Allahu Teala në surat Hadid, shpejtoni që të fitoni falje për Zotit tuaj dhe gjerësinë dhe xhenetin që gjerësia e tij është si gjerësia e qiellit dhe tokës, dhe është përgatitur për ata që i besojnë Allahut dhe dërguarve të tij. Ajo është dhuntia e Allahut që ai jep kujt doje, Allahu është dhurues i madh. Pastaj ajetin, sot Bakara ajeti që 48, garoni për punë të mbara. Garën jo për dynjën ndërm vllazën, që nuk jem të thonë me ana shkalut mirat e dynjas. Se Allah çdo namaz na ka mësuar me thonë Rabbana atina fi dunya hasana, Zot na jep neve të mira në këtë dynja, me pas një shtëpi të mirë, me pas një mjet të udhëtimit të rahatshëm, me pas një gru të mirë, të hajrit. Kush i ka këto, ka thënë pejgamberi alayhis salam, është i lumtur në këtë dynja. Kush e ka shtëpinë e gjan, kush e ka mjetin e udhëtimit të rahatshëm dhe gruan e mirë, s'ka thënë të bukur, të mirë, që e rahatën, është i lumtur në këtë botë. Tha Allahu Teala në hadith kutsi që transmeton Imam Muslimi sa në tij, o robët e mi, këto janë veprat tuaja, që unë i mbaj në evidencë edhe pastaj në ditë kiametit të shpërblesi pas tyne. Kush gjen mirë, le të falenderoj Allahun. E kush për juve e gjen të kundërt të mos të fajsoj askan përveç vetvete. Kur del ditë kiametit, kur të shpalosen librat të cilat i kemi të shkruar nga melaçet, kiramen katibin, në anën e djathtë shkruan veprat e mira dhe fjalët e mira, në anën e majtë shkruan veprat e këqija dhe fjalët e këqija, dhe evidentohen këtu. Pastaj jepën Allahu Teala nga melaçet kiramen katibin, shkronjësit të cilët e ruajnë këtë emanet. Dhe pastaj nëse e shihni po thot Allahu Teala këtë hadith kutsi, veprat mira falenderoni Allahun, që elhamdulillah ju ka mundsuar me bot mira. Por nëse shihni se keni më shumë të këqija se të mira, mos fajsoni tjetërkant përveç vetes tuaj. Mos fajsoni tjetërkant. Se ti ke qenë i mashtrumi dhe e ke humb ahiretin. E për xhenet li, thot Allahu Teala, s'ka dyshim se ata që kanë bërë vepra të mira janë përjetime dhe kënaqësi, janë në xhenet, të mbështetën koltuke, në fytyrat e tyre mund të kuptosh kënaqësinë e përjetimeve, u jepet të pinë në enë të mbyllura, pije që në fund asaj i vjen era misk, e për shpërblim të tillë le të garojnë ata që lakmojnë të mirën. Sot Mutafifin, pra ajeti 22 deri në 26. Ka shumë e shumë ajete që flasin në lidhje me këtë. Prandaj edhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të e ditë këtë çështje, ata bënin gara me fitu ahiretin. E kishin kuptuar esencën, qëllimin e krijimit. Që se më ardh për këtë botë, po më ardh me fitu nëpërmjet kësaj bote, botën e përhershme. Prandaj është për shembull se ata bënin gara për me fitu. Për shembull Abu Bekr radiallahu anhu, tregon Omer radiallahu anhu, thot një ditë shkova te pejgamberi alayhis salam, u dash me të bu pasuni, përgatiteshin për luftë, ekspeditë ushtarake dhe duhej me shpenzu, që po me përgatit ushtrin, qoftë me mjetet të udhëtimit, qoftë me shpata, me mburoja, parzmore, sikur që i duhet një ushtrisë mjetet për luftë. Dhe shkuan me dhon sahabët e pejgamberit alayhis salam, shkoi edhe Omer radiallahu anhu. Dhe kur pa pejgamberi sa që pruni sasi të konsiderueshme të pasurisë, pyeti, a la diçka në shtëpia Omer? Tha po. Sa la? Tha edhe kaq. Gjysmën e pasurisë e kishte pru me shpenzu në rrugë të Zotit. Dhe qëndroi aty, nuk u largu. E pyeti pejgamberi sa pse po rri këtu? Tha po du me pa kur vjen Abu Bekri sa ka me pru. Tha shpresoja që atë ditë do ja kaloja Abu Bekrit. Se e shete ka mos e kalon të aj, e deshti bile spaku këtu me pasurinë e vetë me ja kalu Abu Bekrit, i cili nuk e kishte pasurinë sa e kishte Omeri radiallahu anhu. Dhe kur erdhe Abu Bekri radiallahu anhu, pru ma pak në sasi, por ishte e tëra që e posedonte. I tha pejgamberi alayhis salam, a la diçka në shtëpi tonë dhe ja Abu Bekr? Tha Allahun dhe dërgumin e tij. Besimin ja u lash evladëve të mi, se pasuri sënë që kom la, të tërin e shpenzova. E kjo ishte mjaftueshme për Omerin me pa se nuk mund garante
me një njeri që ishte në gjendje me sakrifiku pasurinë e tërë në rrugë të Zotit, me fitu kënaqësinë e Zotit dhe të pejgamberit të Zotit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Apo një ditë ishte një fis që kishin ardhur te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Mudar, dhe të cilët ishin shumë fukara. E i pa pejgamberi alayhi salatu wassalam këta dhe ju prish fytyra Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ky fisi Mudarit që kishin ardhur ishin këmbë zbathur me lecka, të leckosur, shenjat e fukarallëkit ishin shumë të dukshme. Dhe kishin ardhur me kërku ushqim apo veshmbathi. I pa pejgamberi alayhis salam dhe u skuqën në fytyrë dhe kërkoi prej sahabëve që të shprehnin solidaritet me ta dhe të ndihmonin të tillët. Dhe u ngritën sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, u ngrit njëri i pari, e mur një sepet të madh, një kosh dhe e mbushi me tesha, me ushqime, i derdhej. Teshat i binin tokë e ushqimet për atë shumë që i kishin bush. Dhe kur e pa shokët e tjerë, secili shkoi të kontribonte edhe ai ndihmë këtyre njerëzve nevojtar. Dikush sillte drith, dikush tjetër hurma, dikush veshmbathi, dikush tesha dhe ban që t'i shkelqente fytyra për gëzimit Muhamedit alayhis salam kur e pa se u treguan solidar shokët e tij dhe i ndihmuan vëllezërit e tyre që mos t'ishnin në gjendje të cilën ata erdhen me një fukarallëk shumë të theksuar. Dhe tha men sanna fil islami sunnatan hasana, kush e nis në këtë fe një punë të mirë dhe pasën tjerët ky e merr shpërblimin e asaj pune të mirë dhe shpërblimin e atyne që kanë me vepru pas atij, duke e marrë këtë si shembull, pa ju paksu atyne asgjë prej shpërblimit. Po dhe kundërta, kush e nis një punë të keqe dhe bëhet shembull tek tjerët, i pari e qel një kafe me alkool, i pari e qel villat për me bë zina, i pari e fillon me hek shamin e gruz dhe qikës ti dhe tjerë të pasajnë, ta din se e men mkatin, po edhe mkatin e atyne të cilët vinë dhe e pasajnë pas në këtë punë të keqe. O ju që besu, tha Allahu Teala, keni frikë Allahun dhe le të shikojnë njeriu se çka ka bë për nesër, suratul Hashr, ajeti 18. Qëre se ajetu u pregadit për takimin me Zotin tënd. Këta përveç që shpenzonin pasunin, këta ishin gjendje me sakrifiku dhe jetën e tyne për me arrit kënaqësinë e Zotit tyne dhe me fitu të përhershmen, ta bënin gara për me fitu të përhershmen xhenetet e Allahut Teala. Tha pejgamberi alayhis salam një ditë e mur, në luftë të Uhudit, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe e pritej, këta ishin 1000, ata ishin 3000, 1 me 3. E kapi shpatë për mi motivu pejgamberi alayhis salam dhe tha kush do m'ia dhon hakun kësaj për me mbrojt vatanin, me mbrojt fenë e tyne, me mbrojt nderin e tyne, të grave, fëmijëve, pleqve të tyne, jetën e tyne, se ishin të kërcënuar me ardhen e politeizëve të cilët vinin dhe i rrethun Medinën dhe dojnë me i luftu, me i vra. Kush do m'ia dhon hakun, në simbolike. U ngrit një prej sahabëve, e të gjithë e donin. Ama muja Rasulullah, ama. U ngrit një sahabi Simak ibn Harasha, i njohur me nofkën Abu Dujana, dhe e mur shpatën dhe me të luftoj deri në fund. Ata bënin gara kush ka me dhon kontributin e tij. Ert një plak i cili ishte topall, qalënte, kishte 4 djemë, që të 4 kishin ardhur në luftë. Dhe babës i thanë ti babë rrinë shpe, kujdesu për gratë dhe fëmijët tonë, se nuk je aftë, je topall, je plak, i ki djemët që 4 jemi të shku, mirë pa ai nuk u pajtu me këtë, edhe ai donte me kontribu diçka në rrugë të Zotit. Dhe shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe u anku, tha o i dërguar i Allahut, ma mundso dhe mu që të marr pjesë në mbrojtje të Medinës dhe fesë tonë dhe të vdes dhe të gjallë me këtë kom topall në ditë kiametit ta fitoj ta shkeli xhenetin dhe ta fitoj kënaqësinë e Allahut Teala. Dhe e lejoi pejgamberi alayhis salam luftoi mbet edhe pse ishte sakat dhe u vra, u bë inshallah shahid, Allahu e pranoft për dëshmorëve. Kjo ishte gara e tyne për me fitu kënaqësinë
Allahut Taala. Ata në bënin gara edhe në dhikr, edhe në disa prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i thanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thanë ja Rasulullah, i kem disa prej shokëve të cilëve Allahu Taala u ka dhënë pasuni, e ne s'u po bëmë si ata, s'kemi, s'u po shpenzojmë, s'kemi për me dhënë. E ata na kalun. E kur e shihnin dikon që ja kaloi me punë të ahiretit, ankoheshin, që ka të bëjmë edhe na që të bëhemi sikur ata. E ju tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, po, a doni t'ju mësoj diçka që mund t'i arrini ata, na që ata ju kanë kalu ju me pasuninë e tyne. E ju keni më u kalu, nëse i bëni këtë çfarë jam të ju thonë. Po thanë ja Rasulullah, po dojmë edhe na, barëm t'i kalojmë, sa ta na kalun neve. E tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, thuni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar nga 33 herë, do t'i kaloni ata. Me thonë subhanallah 33 herë, alhamdulillah 33 herë, Allahu akbar me thonë 33 herë. Ja u kaloni, e u gëzun muhaxhirët dhe shkun të gëzum se ma në fund bon pun që kanë me i kalu ata të cilët ishin, se ishin para tyne me veprat mira. Dhe kur shkun atje dhe ju të regun që ka i ka mësu pejgamberi alayhi salam, e pasaniket fillon edhe ata në me bo çfarë janë mësu dhe e dëgjun që pas ka thonë pejgamberi alayhi salam, dhe ata thonin subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, ashtu si që mësoi pejgamberi alayhi salatu wasalam. Atëherë këta u kthy dhe thanë ja Rasulullah, tash edhe ata po bëjnë sikur na që po bëjmë, edhe me të njëjtin shkallë të sevapëve do t'jenë edhe ata. E i tha pejgamberi alayhi salam, dhalika fadlullahi yu'ti liman yasha, kjo dhunti Allahut, Allahu kujt do i jep. Diku i jep dije, diku i jep pasuni, diku i jep vullnet agjerimit ma shumë se tjerët. Dhe kjo është dhunti Allahut Taala. Moj që tashone juve m'ju thonë se do të m'ja marr aty në pasunin e mos me shpenzu ata në rrugën e Zotit. Allahu kështu i ka kriju njerëzit. Dikon e ka kriju më të bukur, dikon më të shëndetshëm, dikon më me pare, dikon më të mençëm, me pas dikush vullnet më tepër me marr dije. Me pa ata bonin gara. Gara bonin edhe gratë e sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur erdhën ajetet që Allahu Taala surat Nur ajeti 31 ju tha le t'i vënë bolesat mbi krahërorin e tyne, bon gara. Nuk thanë sikur gratë tona, vajzat tona, motrat, nanat tona, që me thonë, valla, një herë e re, po kismet, ko me hi, po jo një herë, se sune maj, si në punt një herë, me arsëtimet të kota, që ma shtrohmi prej shejtanit malku. Me po shku në shpia të tyne, s'ka pas butika me shku me ble mantilën në shamin. Shku në shtëpijet të tyne, shiqun prej perdeve të shtëpis, morën dhe imbulun kokat të tyne, supet e tyne, trupin e tyne dhe nuk lejun që me i dhru Zotin e tyne. Këto ishte garimi i tyne për me fitu knatësinë Allahut Taala, me fitu falin e Zotit tyne. Andaj, shiqoni Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe po e përfundoj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falte namaz të natës atë gjatë sa që i ajeshin kamat për qëndrimit të gjatë. E pyeti Aisha i tha ja Rasulullah, pse po e lodh kaq shumë vetëm? Ty Zotit i ka falë gjunat e kaluam dhe ato që kemi i bo për mrapë. Pse kaq shumë po e lodh vetëm? I tha, afala akunu abda shakura, a mos t'jem rob falendëruese. Allahu më ka dhënë të mirën, e unë pse mos më falendëru Zotin tim? Prandaj e falenderonte Allahun Taala edhe në këtë formë. E neve që jemi gjunaqar, që s'kemi garancien që jemi të falem, se jemi duke vrapu për me fitu knatësinë Allahu Taala dhe vepru vepra të mira. Allah na mundsoft inshallah që të vetëdijsohemi, e të mos lejojmë që e përkohshmja të na mund në egon ton dhe ta humbim të përhershmen xhenetet Allahu Taala. Allah na lehtësoft punët e mira, Allah na mundsoft veprimin e veprave dhe punëve dhe fjalëve të mira që të fitojmë knatësinë e Zotit dhe ta kemi të lehtë ditën e gjykimit, dhënë dhe llogarisë para madhnisë të Tij, dhe të përfundojmë inshallah të shpëtuam për zjarmin e xhenemit, të amnestuam nga futja në xhenem dhe të fitojmë përhershmen xhenetet e Allahut Taala. Allah na bëf prej banorëve të xhenetit. Deri në takimin tonë të radhës, mbeqit për kujdesin Allahut Taala. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.